Gëzuar një maj në njerës të bukur, ku do që ndodheni, si do që ta keni kaluar këtë ditë sotë, me pranverë, me verë, nuk e di me dimër, nuk e di në disa vënde ka bërë kohë e ftohtë. Në Angli prapë kemi 25 gradë sot, edhe është mrekulli e vërtet. Mos shikoni që nuk e kemi pushim neve këtu në Angli, nuk ka problem fare, sado që ashtu e shijuam kohën e bukur. E di që në Greqi edhe në vende të tjera të Europës sot është festë, dita e punëtorëve, edhe çdo gjë është mbyllur, si dhe shkollat, punët, zyrat. Këtu në Angli çdo gjë është hapur prapë, neve e kemi bank holiday, e kemi të hënë, do presim të hënën që të festojmë dhe neve, por këtu Eva shikoni si e festojmë me familjen e burrit, edhe të gjitha këto gjërat që vunë në barbecue. Lloj mishrash, o zot, që nuk jam atje, qa të bëj unë tani, jam largë, po ua përshkrua juve që t'i shikojmë të gjithë së bashku. Këtu janë patate në avull, që të shoqërojnë mishrat, ky është oktapod i cili bëhet fantastik, edhe pastaj janë nga lartë i hethë vaje, uthull, të gjitha këto gjërat, ose limon çfarë të doni, erza, edhe tavolina ushtrua, si shikoni ka nga të gjitha të mirat, gjithë të mirat për një majin. Në fund nuk mund të mungojë ëmbëlsira, torta, edhe këto ëmbëlsirat që janë me shirop, si e themi tani, si punë e baklavas nejse. Kafja në fund, pa diskutim, kafe greke, e cila bëhet fantastike o njerës, edhe gëzuar një majin, kudo që të ndodheni o njerës të bukur, të kini kaluar këtë ditë sa më këndshme me familje tuaj, kudo që të ndodheni. Ciao, ciao!